Përshëndetje, nga dita e dieshme datë 1 qershor kemi filluar me kampin veror dhe sezonin veror në Time Center. Sezoni veror dhe kampi veror, i cili do të organizohet nga data 1 qershor deri në datën 31 gusht. Sezoni veror do të përfshijë kurset profesionale të gjuhëve tuaja, informatik, arte, arktim, sporte e meradh. Dhe kampi veror do të jetë për gjitha grupmoshat nga 3 deri në 14 vjeç. Nga dita e hënë në ditën e premte në orarin zyrtar 9:05, por fëmijët mund të paraqiten në institucion duke filluar nga ora 7:30 mëngjesit. Ditën e premte do të organizojmë Travel Day, ekskursionin e parë të madh, i cili do të organizohet në Golem tek Pishat e Buta. Janë të ftuar të marrin pjesë të gjithë nxënësit nga të gjitha programet e institucionit, të gjithë prindërit dhe të gjithë ata që duan të bëhen pjesë e këtij super aktiviteti. Aktiviteti do të organizohet ditën e premte. Afati i fundit për prenotim është dita e njëjtë në orën 4. Për më shumë informacion mund ta ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale, mund paraqiteni pranë zyrës së informacionit nga hëna në të premte në orarin zyrtar 8 me 6 pasdite dhe mund ta shkruani 24 orë në të gjitha kontaktet tona. Gjithashtu, ju rikujtoj që po vazhdojmë me regjistrimet dhe ofertën sezonale për sezonin e ri akademik për të gjitha ciklet dhe programet tona të studimit. Po vazhdojmë me regjistrimet për ciklin qerdhe, kopsh, parashkollor, programin e studimit pashkollor, kurset profesionale, gjuhë huaja, informatik, arte, arktim, sporte e meradh. Jemi Time Center, jemi ëndra më e bukur. Jo ditët dhe netët magjike tek ëndra më e bukur Time Center. Ditën e premte do të jemi tek Pishat e Buta, do të jemi në Golem, do të jemi në plazh ku do të organizojmë shumë aktivitete, do të luajmë, do të argëtohemi, do të bëjmë plazh, do të çelim sezonin më të bukur veror. Jemi krau juaj. Na ndiqni.